Nga periudha 2 deri më 8 shkurt janë regjistruar 1306 raste të gripit apo sëmundje të ngjashme me gripin, kumtoi Instituti për Shëndet Publik. Sipas tyre, kjo shifër është për 12.8% më e vogël krahasuar me javën paraprake. Numri më i madh i infektimeve të reja me grip, respektivisht 715 persona, janë të moshës 15 deri 64 vjeç. 228 janë fëmijë të moshës 5 deri 14 vjeç, 184 fëmijë të moshës 0 deri 4 vjeç, kurse 179 janë persona mbi 65 vjeç. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, të sëmur me grip janë paraqitur në Shkup 543, Prilep 146, Tetov 110, Strumic 82, Manastir 76, Gjevgjeli 56, Ohër 48, Dibër 46, Kavadar 36 e kështu me radhë. Qytetet e vetme ku nuk janë paraqitur raste të reja të gripit janë në Delçev, Vallandov dhe Probishtiv. Instituti i Shëndetit Publik njofton se gjatë sezonit të gripit deri më tani janë regjistruar 4 viktima.